إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falënderoj, prej tij falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I tij. Paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Jemi në prag të muajit Ramazan. Muaj I cili njihet si muaj I pendimit dhe muaj I mëshirës. Muaj I leximit Kur'anit edhe muaj I agjerimit. Jo që në muaj tjerë nuk duhet që njeriu të pendohet dhe të kërkoj falje tek Allahu Azza wa Jall. Apo të lexoj Kur'an edhe të agjeroj. Po muaj Ramazanit këto I ka veçori që besimtarin e dallojnë edhe karakterizojnë me gjitha këto veprime. Mirë po para se të hyjmë, pasi që jemi në prag të Ramazanit, çfarë duhet e realisht besimtarit të veprojë që ta pres këtë muaj? A duhet që të përgatitet me ushqim e me pije, apo duhet që të përgatitet shpirtërisht që kur të hyjë këtë muaj ta ngjej në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij. Normalisht, ajo që prej besimtarit kërkohet është që zemra e tij fillimisht pastrohet. Zemra I përngjason një enë e cila nëse bëhet e papastër nëse bëhet e papastër, atëherë ajo enë duhet patjetër që të pastrohet. E njëjtë është puna dhe me zemrën. Kur zemra mbushet me gjunahe dhe mbushet me mëkate, e ka nevojë që të pastrohet për shkak se nuk mund ta ndjej kënaqësinë e adhurimit dhe poshtë ta shohë nurin e Allahut Azza wa Jall. Në këtë rast, pasi që ne jemi para një muaji I cili është muaj I madh, dhe pritet prej neve që maksimumin ton ta japin gjatë këtij muajit me qëllim që sa më tepër ta adhurojmë Allahun Azza wa Jall. E jona është që fillimisht t'i kthehemi Allahut Azza wa Jall me pendim. Që zemrat e tona të pastrohen edhe ta ngjejnë kënaqësinë e Ramazanit. Shpeshherë ankohemi se nuk ngjejmë kënaqësi gjatë muajit Ramazanit. Në agjerimin ton, në leximin e Kur'anit, në teravi, në namaz, në përgjithësi nuk kemi kënaqësi. Kjo vjen shkaku se zemrat tona janë mbushura me gjunahe. E para se të hyjmë në Ramazan, le të I pastrojmë ato. Pendimi dhe kthimi tek Allahu Azza wa Jall nuk është cilësi e besimtarit vetëm se para Ramazanit, është cilësi e besimtarit çdo herë. Dhe Allahu Azza wa Jall në shumë ajete në Kur'an nxit që njeriu të pendohet. Allahu Azza wa Jall tha: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Tha thuaj o ju robërit e mi, tregoj atyre të cilët e kanë mbush veten e tyre me gjuna, e kanë tepru, do thotë kanë bë aq shumë gjuna sa që ndoshta e kanë humb shpresën rahmetin e Allahut, se Allah nuk ka mundësi me I fal. Por kjo është gabim. Allah qartë ta përshon mesazhin se mos u dëshpëro. Edhe nëse gjunat e tua janë shumë, derisa ndoshta e arrin edhe kupën e qiellit, mos u dëshpëro. Për shkak se Allahu Azza wa Jall I fal gjitha gjunat. Poshtë Allahu Azza wa Jall me ajet tjetër nxit edhe thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O besimtar, kthejuni Allahut me pendim të sinqert. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum. Me qëllim që Allahu të shlyejë gjunat tuaja. Dhe poshtë thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Edhe pastaj Allahu që fut xhenetet e tij ku poshtë tyre rrjedhin lumenj. A ditë ku Allahu Azza wa Jall nuk e turpron pejgamberin dhe ata që kanë besuar bashkë me ta. Poshtë thotë Allahu Azza wa Jall: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendoni gjithë tek Allahu, kthehuni Allahut o besimtar, me qëllim që ju të shpëtoni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili ishte krijesa më e mirë në tokë, megjithatë edhe pse ishte pejgamber, I kërkonte falje Allahut Azza wa Jall në vazhdimsi. Me këtë tregon pejgamberi Allahut Azza wa Jall se njeriu është njeri, pavarësisht aftësive, pavarësisht fuqisë që e ka. Njeriu është gabimtar dhe gabon, dhe nuk ka njeri I cili është melek. Për shkak se meleku është krijesë tjetër
dhe njeriu është krijesë tjetër. Meleku nuk gabon për shkak se ashtu Allahu subhanahu ka kriju, po njeriu gabon edhe ka nevojë për përmirësim dhe më i miri prej atyre që gabojnë janë ata që pendohen. Pejgamberi Allahut edhe pse ka qenë pejgamber, ka qenë i mbrojtur në shpalljen e tij, nuk ka pas gabime. Por në aspektet e tjera, dunjos ka pas mundësi me pas ndonjë gabim vogël. E pejgamberi Allahut azza në vazhdimsi i është lut Allahut për falje dhe është kthy Allahut azza me pendim. Tha pejgamberi në një prej haditheve të tij, ta zemra ime nga ndonjëherë mundet që të jetë e shkujdesur kundrejt dhikrit përmendjes Allahut azza. Dunjo mashtron ose nganjëherë je i angazhuar me punët e dunjos që je i detyruar realisht me vepru ato. Edhe njeriu nuk e përmend Allahun azza wa jall. E tha pejgamberi sa unë tha i kërkoj falje Allahut azza wa jall 100 herë brenda ditës. 100 herë. Pejgamberi Allahut azza wa jall. Edhe pse gjunat e tij ka pas të falur, ato të mëhershme, ato të mëmshme, e ka pas garantuar xhenetin e Allahut azza wa jall. Megjithatë pejgamberi Allahut azza wa jall i është kthy Allahut me pendim. Po ashtu tha pejgamberi sa që Allahu e shtrin dorën e tij gjatë natës për atë i cili ka bërë gjuna gjatë ditës, që t'ja falë atij. Dhe Allahu e shtrin dorën e tij gjatë ditës që t'ja falë atij që gjatë natës ka bërë gjuna. Askush nuk e di, Allahu i di. Allahu e shtrin dorën e tij me qëllim që ai t'i kthehet Allahut, edhe t'i kërkojë falje Allahut azza wa jall. Ai i cili kthehet Allahut me pendim, qoftë ditën apo qoftë natën, mos dëshpërohet për rahmetin e Allahut. Përderisa dera e pendimit është e hapur, mos ta humbe shpresën e tij rahmetin e Allahut xhel. Kjo vlen deri kur, derisa momenti të vjen i fundit, meleku vjen me ta marr shpirtin. Atëherë mos ka pendim. Edhe deri kur, derisa dielli të lind nga perëndimi. Dielli lind nga lindja. Mirë po kur lind dielli nga perëndimi, kjo është një prej shenjave të mëdha ditës së Kiametit që tregon se më pas asaj nuk ka pendim. E afati jot ende ekziston ti në dunjë. Nuk ka nevojë tan ditën me mendu sikur ta kisha bë, për shkak se ti je prezant tash, edhe ke mundësi për me vepru gjitha këto. Pejgamberi Allahut azza wa jall e kishin mision, edhe e kishin detyrë që t'i kthehen Allahut me pendim. Ata janë kokë atyre që pendon te Allahu azza wa jall. Ata i pendoheshin Allahut sinqerisht. Edhe pse ishin pejgamber të Allahut azza wa jall. Edhe njerëzit e mirë, nëse merr historikisht, e shikon një shkrimin e tyre ke për me gjetë çuditëra, se si ka mundësi një njeri i cili e ka adhuru Allahun aq fort, aq shumë, krahasim me neve, aq shumë t'i kthehet Allahut me pendim. Ne sot sa gjunohon e bëjmë, edhe megjithatë nuk i kthehemi Allahut azza wa jall me pendim. E zemrat e tona kanë nevojë që të zbuten, edhe kanë nevojë që ta ngjejnë kënaqësinë e adhurimit që e veprojmë. Ademi dhe Hava, kur gabuan me njëherë, ju drejtuan Allahut azza wa jall me pendim dhe thanë: "Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." O Zot, nëse ti neve nuk na fal, edhe nëse ti nuk na mëshiron, ne do të jemi prej të humburve, se s'ka mundësi kush ta fal gjunon ti, askush. Kush mëshiron? Askush përveç Allahut azza wa jall. Musa alayhis salam, kur gaboi, e pohoi gjunohun e tij, edhe e shfaqi atë pendimin e tij dhe i tha Allahut azza wa jall: "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li." O Zot, un kam bë gjuna, edhe kërkoj falje prej teje, o Zot, për shkak se gjunohu është i rënd, edhe le pasoja po ashtu. Davudi alayhis salam, kur ju drejtua Allahut me kërkim falje, ra i përkulur edhe u pendua si që përshkon Allahu xhel. Tha për Davudin: "Fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab faghafarna lahu dhalika." Allah tha për Davudin kur gaboi, tha u pendua te Allahu, ra i përkulur, do thot u përkul edhe u pendua Allahu xhel, kërkoi falje. Dhe Allah tha: "Ne i falem atij." Allahu urdhëroi pejgamberin sa edhe i tha atij: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik." Tha dije që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, edhe kërko falje për gjunon tënd. E pejgamberi Allahu xhel brenda ditës thuhet se brenda vesh një mezhlisi, një ndeje, i janë numru se ka thonë 100 herë astaghfirullah wa atubu ilayh, kërkoj falje te Allahu dhe atij kthej me pendim. Sipas një transmetimi 70 herë. Nëse ti nuk pendohesh tash, kur do të pendosh? Nëse ti nuk pendohesh tash, edhe nuk përgatitesh për Ramazanin, kur do të pendosh? Nëse ti nuk e zbraz atë enën që e ke brenda atë zemrën tënde, nëse ti nuk e pastron prej dhumit gjunave, kur kemi pastru? Nëse ti tash në Ramazan nuk pendosh, kur do të pendosh? Kur zemra jote zbutet, kur hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit, prangosen shejtant, dikimi i tyre është më i dobët. Kur? Nëse ti nuk e shfrytëzon tash,
Kur do ta shfrytëzosh? Nëse tash nuk e shfrytëzon, pyetja është, a t'jepet mundësia dikur tjetër që ta shfrytëzosh? Ne nuk e dimë, do të qemi gjallë. Edhe tash në Ramazan që kanë mbetur disa ditë para setymi, po mos flasmi për Ramazanin e ardhshëm që nuk dihet se a do të qemi gjallë apo jo. Sa njeriu ka qenë mesin ton, para një viti sot nuk është me ne. Edhe ndoshta ka shpresu, ka thonë haj se ky Ramazan kalon, vjen Ramazani tjetër, e ndoshta i kthejmë Allahut edhe pendohem për gjunat e për ato vese që i bën, për ato mëkate që i bën. Po nuk është. Allah subhanahu wa taala ka marrë shpirtin atij. Andaj mos ta lëm pendimin për më vonë. Të pendohemi sa më shpejt. Të i kthejmë Allahut sinqerisht, ta pastrojmë zemrën tonë me qëllim që ta shijojmë edhe ta ngjejmë kënaqësinë edhe aromën e Ramazanit që na vjen dhe atë çdo adhurimi që do ta kryejmë në të. Elus Allahun që do bën prej tyre wa kullu qawli Allahu astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thoshte betohem në atë që u betua pejgamberi Allahut azza wa jall. Do thot u betua në Allahun e Ebu Hurajra thoshte që betohem në Allahun. Se nuk ka muaj i cili vjen me mirësi për besimtarin sikur se muaji Ramazanit. Dhe nuk ka muaj më të rënd që vjen për hipokritët, për munafikët se sa muaji Ramazanit. Pse? Për shkak se Ramazani e paraqet burrnin e njeriu që ka në zemrën e tij. Ai i cili e do Allahun sinqerisht, edhe e do ibadetin me nxi e pret Ramazanin. Ai i cili ka dyshime në Allahun, edhe nuk e do adhurimin Allahut azza wa jall. Edhe i vjen marzi, është dembel, është përtac. Për te Ramazani është shumë i rënd, është shumë i vështirë. Edhe prandaj e shef ti që shumë e ka problem me agjëru, ndonjëherë edhe e prish, arsyetohet me arsye që nuk janë sinqerta, nuk janë drejta, taravima nuk e shef, namaz më mos flasmi, do thot gjatë ditës, as lexim të Kuranit, as gjë. Tan ditën flet, tan natën rreçut. Lun karta, lun lojra, ama adhurim nuk ka sfak. E por hipokritin është shumë i rënd ky muaj. Kurse për besimtarin është kënaqësia më e madhe. Për shkak se menzi pret që të vijë ky muaj. Andaj ta përmirësojmë niyetin, ta ndryshojmë niyetin dhe sipas niyetit punojmë. Niyeti është punë e çuditshme. Prandaj thoshte Yahya ibn Kathir, thoshte mësoni niyetin për shkak se niyeti është më i madh se sa vepra. Pse? E sqaron Ibn Mubareki i cili thot, ndoshta një vepër e vogël, po niyeti e rrit, e bën shumë të madhe. Ndoshta një vepër e madhe, po niyeti e zvoglon. Ti e bën një vepër të vogël për Allah, po Allah subhanahu wa shumë fishon, edhe ta shton, edhe ta rrit në krahasim me një vepër që dikush e bën të madhe, po e përfol, e tregon, edhe do para njerëzve duket edhe qet do thot para sytë e tyre qet i madh, e tek Allah ky njëri është i vogël. Niyeti e ndryshon çdo sen. E bën një vepër të vogël për të Allah shumë e madhe. E bën një vepër të madhe për të Allah shumë e vogël. Kush e ndryshon? Niyeti krejtësisht. Prandaj thoshin disa prej parëve tan, ne e parapëlqejmë që në çdo gjë të ketë niyet. Edhe në gjumë, për shkak se edhe gjumin që e bën realisht e bën që të pushohet trupi yt edhe të forcohet për adhurim, edhe kjo llogaritet adhurim. Nëse edhe fle me këtë niyet, edhe adeti bëhet ibadet me lejen e Allahut. Edhe adeti bëhet ibadet, edhe në këtë rast shpërblesh me lejen e Allahut azza wa jall. Andaj ta përmirësojmë niyetin, edhe ta ndryshojmë. Dhe kur agjeron, agjerimi jot është për Allahun, s'ka dyshim aty. Në nuk ka diskutim, po shtoja edhe disa niyete tjera, që kur agjeroj që Allah azza wa jall të më shtoje shpërblimet e mia dhe të shumë fishoj ato. Për shkak se pejgamberi sa ose me një hadith kuçi, siç e përmendi, tha që Allah subhanahu wa taala ka thonë që çdo vepër e birit Ademit i takon atij. Për çdo të mirë ai shpërblet me një të mirë. Ajo mirë shumë fishohet deri në 10, ajo deri në 700. Përveç agjerimit, Allahu tha unë shpërblej për ta. Askush nuk shpërblen për agjerimin. Edhe pse realisht gjitha veprat shpërblen Allahu, po agjerimi është i veçantë për Allahun. Tha unë shpërblej për te. E sa është shpërblimi nuk dihet. Shpërblimi është pa kufi, i pacaktuar, që e di veç Allahu subhanahu wa taala. Dhe tha Allahu që robi im e braktisi epshin e tij dhe ushimin e tij për hir timin. Kur agjeron, le të jetë niyeti jot që agjerimi të ndërmjetësojë ditën e Kiametit, ashtu njëjtë sikur se ndërmjetëson edhe Kur'ani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që agjerimi dhe Kur'anin ndërmjetësojnë për robin ditën e Kiametit. A dite kur ti ke nevojë shumë
Dhe s'ka kush ndërmjetëson për ty, se nuk ka pushtetar, nuk ka telefon me acingru dikujt që njeh se dhaj thot ik sa më lart, se te Allah nuk ka njëfsi, edhe nuk ka dinar edhe dirhem. Te Allah ka veç veprat e tua, gjunat e të mirat e tua. E në ato momente vjen kush? Kur'ani dhe agjerimi jot. Këto dy veprat mëdha vinë ndërmjetësojnë te ti. Thot Kur'ani, o Zot, ose thot agjerimi, o Zot, unë e pengova këtë robin tanë, e pengova nga ushimi dhe nga pija gjatë ditës, më lër që të ndërmjetësoj, kurse Kur'ani thot, o Zot, unë e lashpagjum këtë robin tanë, se tanë natën e lexonte Kur'anin, edhe ditën punonte me ta, ta o Zot mundsoma që të ndërmjetësoj për te. Bani niyetin që Allah subhanahu wa taala nëpërmjet agjerimit ta largoj fytyrën tënde nga zjarmi i xhenemit, Allahu xhel. Pejgamberi se më tha nuk ka rob i cili agjeron për Allahun një ditë për hir të Allahut, vetë Allahu subhanahu wa taala ja largon fytyrën atij nga zjarmi i xhenemit për 70 pranvera. Për 70 pranvera Allahu ta largon fytyrën tënde nga zjarmi i xhenemit, Allahu xhel. Po ashtu bani niyetin që kur ta agjerosh që tysh në xhenet nëpër një derë e cila është e veçantë, për agjeruesit ashtu si tha Pejgamberi se në xhenet është një derë që quhet Rayyan dhe nëpërmjet asaj dere do të hyje vetëm se ai person i cili ka qenë për atyre që ka agjeruar. Njëtë jot i agjerimit le të jetë gëzim për ty në dunjë dhe në ahiret. Ashtu si tha Pejgamberi që agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka momentin e parë në dunjë, kur ha iftar. Kurse dytin e ka ditën e kiametit kur e takon Allahun azza. Pse? Për shkak se momentin e parë kur është në pyetje iftari e shpreson shpërblimin e Allahut. Ka agjeru ta ditën pa buk, pa pije, edhe ka përmbajt veten e tij, nefsin e tij. Kur vjen koha iftari gëzohet shkaku i shpërblimit të Allahut. E ditën e kiametit shpreson ta shohë shpërblimin e tij. Prandaj gëzohet kur e takon Allahun, sepse shpreson na shpërblim në atë vepër që ka punuar në dunjë. Po ashtu kur agjeron, leqet në jetë jote edhe po ashtu që Allahu ta përmirësojë erën e trupit tanë, shpirtit tanë ditën e kiametit, që të vije era mirë, mos vije era keqe, se era e mirë është cilësi e besimtarëve, era e keqe është cilësi e hipokritëve dhe jo besimtarëve. Pejgamberi sa tha, era që del nga goja e agjeruesit tek Allahu është më e mirë se sa era e miskut. E keni nohat ndoshta ndonjëherë misk? Besoj që po. Po këto misket ne që kemi janë misket dunjos, përzime me lloj-lloj komponenca tjera. Mirë po, misku real që është misk e ka një erë që nuk përshkruhet edhe qëndron gjatë. E në këtë rast, era agjeruesit që del nga goja, erë jo e këndshme, te Allah është më e mirë se sa era e miskut. Agjero me një jetë që Allah Zogjel ta shtojë dashurin për ty. Pejgamberi sa më tha me një ditë kutsi se Allah Zogjel ka thonë se nuk ka vepër që robi diçka më afrohet, më shumë ti. Që e kënaqë Allahu se sa atë që e ka bë obligim. Agjerimi është obligim. A ka dhe nafile? Ka dhe shumë vepra tjera, ka dhe agjerim nafile. Dhe tha Pejgamberi pastaj se Allah Zogjel ka thonë vazhdon robi të më afrohet edhe më tepër. Me çka? Me vepra nafile derisa ta duan atë. A do Allah me dosht? Ndryshojë një jetin. Le të jetë agjerimi jo që Allah Zogjel doje. Ndryshojë një jetin prej tash, përveç asoj që është bazë e sens, që agjerimi është për Allah. Le të jetë që ti ngushtohen ato endë ku qarkullon shejtani, na për trupin tanë. Sepse Pejgamberi sa më tha që shejtani qarkullon te njeriu sikur se qarkullon gjaku. Dhe le të jetë një jetë jot që të falen gjunahet e tua. Ashtu si tha Pejgamberi se kush e agjeron edhe Ramazanin me bindjen Allahun, se Allah e ka obligu dhe shpreson në shpërblimin Allahut, i falen gjunahet e tij të mërshme. Qëllimi është për gjunahet e vogla, i falen atij. Dhe po ashtu agjero me atë kryesor, objektivin më të madh që ka agjerimi, e që është takvalloku, devotshmëria. Ti të bësh më i mirë, qesh më i mirë. Nëse e arrin këtë, atëre e ke arrit synimin kryesor që Allah Zogjel ta ka përcaktuar në librin e tij, ja alladhina amanu. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtar, juve është obliguar agjerimi, ashtu siç ka qenë obliguar edhe para popujve ose te popujt e mëhershëm, te fetë tjera që Allah Zogjel e ka obliguar me një qëllim. Synimi kryesor i agjerimit nuk është braktisja e ushqimit edhe pijes, është arritja e devotshmërisë. Se ti kur e braktis ushqimin edhe pijen, atëherë të kujtohet fukaraja. Atëherë shton bujarin,
E di çka do thot i uritur. Edhe atëherë të kurrën ato end e gjakut, qarkullimi i shejtanit është më i dopt. Zemra jote forcohet, adhurimi shtohet devotshmëria jote. Nëse ti hin Ramazan i njëjtë, edhe del prej Ramazanit i njëjtë, atëherë mirë për ty. Nëse ti hin Ramazan me këtë që je, edhe del ndryshe më i mirë, atëherë shpresoj inshallah hajër dhe mirësi, sepse shpresoj që Allah subhanahu wa taala ka pranuar agjërimin e Ramazanit tan. Andaj elusi Allah subhanahu wa taala që Allah të na shtojë devotshmërinë, dhe elusi Allah subhanahu wa taala që Allah subhanahu wa taala na mëshiron. Dhe elusi Allahun që Allah na mësoj që të him Ramazan të vetëdijsuar dhe me shpresë që agjërimi jon, adhurimet e tona të pranon. Dhe elusi Allahun që agjërimin ton dhe çdo vepër që e bëjmë gjatë Ramazanit Allah të e pranon. Dhe elusi Allahun që ta më prej atyre që Allah subhanahu wa taala i liron nga zjarmi i xhenemit. Dhe elusi Allahun që agjërimin ton krejtësisht komplet Allah ta pranoj dhe të na liroj nga zjarmi i xhenemit neve, familjarëve ton, fëmijëve ton dhe gjithë muslimanët. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.